Lulzim Tafa në poezi, Armahlasime në prozë dhe Milena Selimi për përkthimin më të mirë letrar janë tre fituesit e çmimeve A6 Fishta në letërsi për vitin 2025. Ceremonia e ndarjes së çmimeve u mbajt në Lezhë në 154 vjetorin e lindjes së Fishtës, ndërsa pjesë e konkursit mbar kombëtar u bën 80 botime, të cilat u vlerësuan nga juria përbërë nga Rudolf Marko kryetar, Ernestina Halili dhe Bajram Kosumi antar. Në fjalën e tyre gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve, kryetari i Bashkisë Lezhë Pierre Indreu dhe kryetari i jurisë Rudolf Marku thanë se ky çmim është ndër më të lakmuarit në letërsinë shqipe, pasi mban emrin e një prej figurave më të drejtorët e kombit. Lezhë Aksion në një mënyrë është kthyer në veçendën e letërsisë shqiptare, ku emri i A6 Fishtës i bën nder i konkursi, i bën nder këtij qyteti, i bën nder gjithë shqiptarisë, e cila masivisht ka marrë pjesë këtë radhë si asnjëherë tjetër me konkurime në konkursin në fjalë. Konkursi letrar me emrin e nderuar të A6 Fishtës ka filluar të bëhet pjesë e një tradite të konsoliduar kombëtare. Por këtë radhë konkursi për çmimin e A6 Fishta pati një të papritur të këndshme, duke kthyer atë më shumë se kur në një konkurs kombëtar, jo lokal. Fituesit e këtij edicioni e quajtën veten me fat që janë nderuar me një çmim që mban emrin e A6 Fishtës, duke e konsideruar atë si një nxitje për vazhdimsinë e krijimtarisë së tyre letrare. Është nder dhe privilegj që të marr këtë çmim me këtë emër. Faleminderit jurisë sepse më keni lartësuar sot veprën time, punën time, përkthimin tim, i cili është 20 vjeçar, nuk ka nisur sot ky rrugtim. Ndihem shumë vlerësuar që gjendem edhe në Lezhë dhe ky çmim natyrisht që i takon të Lezhës dhe duhet ta kishte Lezhë. Një poet vlerësohet me një çmim është gjë e bukur sepse do të thotë ai ka prek fjala e tij e ka prekur dikant. Edhe pse poezia më e bukur ndoshta nuk është shkruar asnjëherë, e as nuk do të shkruhet kurrë, megjithatë kur s'ka pushuar kërkesa e poetëve për të shkruar poezinë më të bukur. Kur e nisa këtë libër, unë e nisa me qëllimin për të lënë një lloj dokumenti për familjen time, për fëmijët, nipat, mbesat që mund vinë më vonë, në mënyrë që të shohin diçka nga historia e tyre, dhe rrugës mendova që ndoshta mund t'i jap një formë romani që për ta bërë më të lexueshëm edhe për tjerët. Çmimet letrare A6 Fishta janë tashmë një traditë e përvitshme në Lezhë, që jo vetëm ndërron kujtimin e poetit kombëtar, por dhe motivon shkrimtarët dhe nxit leximin si pjesë e jetës kulturore të qytetit.